kërkoj ndjes për shprehjen e emocioneve se me të vërtetë, ndoshta është edhe pse mas 27 vjetë unë i thom këtu. Se nuk më dashtë, e dim krejt, na jem krejt kolegë që jem taku përmend doktor Shpëtim Rovaj, edhe unë kam qenë me Medical du Monde, me një organizat tjetër në një fshat afër, po të njëjtën ditë kur kanë ra doktor Shpëtim Rovaj dhe Ilir dhe doktor Iliri që kanë ra, po fatmirësisht doktor Iliri ka pështu shpëtun, dërsa fatmirësisht doktor Shpëtimi është sot i ndjerë. Po lumë familja dhe kombi që ka pas, e kuptohet se në gjitha këto zona janë edhe shumë mjek tjerë mos të hytë në shumë elaborime, po ai përqafimi ati prindi, ati babe, që në atë koha i kishtë ndoshta moshën mbi timen, mbi 65 vjetë, e unë isha djali ri as 30 vjetë, veç e paramendon veten kur një plak është gjendje një moshuar, mos të quaj në mosh, e ti nuk je pjesë e asaj, kjo të bën tani mundi keq. Me keq me veten. Me keq me veten, edhe pse ti realisht vjen pushon në shtëpi, po shkon kontribon aty ku ka nevojë, me që u përmend disa herë edhe prej mamisë dhe infirmierës se neve na thirrnin, na çonin në këto zona ku kish nevojë, me që sigurisht se ndrima mjekësore ishte për mjekëve që ishin konstant aty, edhe një moment i jashtëzakonshëm ishte, mbas i kontrolluam këta, thanë është edhe një rast, po janë edhe disa raste në fakt në shalë të Vajgorës. Janë disa ushtarë, edhe prej aty na murën e na dërgon në shalë, edhe pasi u kontrollun, u rikuperun, u trajtun plagët e lirisë, në dalë një prej ushtarëve që ka pas këtë emrin përgdhelës mësusi, që nuk e di edhe sot kush ka qenë, edhe ai më thot, doktore, kem thot edhe një qenë të plagosën, që ka ranë mina, pa ai na ka shpëtu jetën. Edhe thonë, po qysho, po unë kom marrë këtu për po sa qërisht, ai që pas ka shpëtu juve. Edhe ai thot se në gjurmë, gjatë njekjes e gjurme, ka ranë në granat, edhe pasi e pastrum ato, fillova tani ta ndjej edhe një dashnie edhe më të madhe për kafsht. Se është ajo që realisht, përpos asoj përqindjes vogël që ishin në ushtëri, kishim edhe kafsh që i ndihmonim ushtarët tonë. Do më në dhaj qeni cili ishte shpëtimtari i atyne shtegjeve të lirisë, ku e qelte rrugën për me të përtu ushtari jonë. Janë momente që realisht kërkoj falje edhe njerë ndjes, fillimisht prej kolegëve edhe prej audiencës, se kure rëfen një historie pas ka shumë vitësh, sigurisht e kthehesh i tëri në gjendje edhe kur erdha në shpe, e kam përmenë në studio kjo, në hera e dytë që përmena që ma herët, erdha edhe u takum në Prishtinë në kafiteri, me disa shokë, paramendon Prishtinë voje jeta normale, ishte jeta plotësisht e lirë në aspektin tojza, po maj sigurt, ndërsa vetëm disa kilometra nga këtu kishte ushtar, edhe kur bisedonim, ata disa prej kolegëve që sot janë mjek, janë infermier, janë profesionistë shëndetësor të lami, janë profesor në universiteti, thoshin që jo nuk ka ushtar, vetëm po flitet. As nuk ishe që i tregon që ka ushtar, as që s'ka. Se në momentin, në fakt edhe kapitan, një komandanta që ka qenë, që më tha, tu tha, ke qenë, po nuk ke qenë. Kërkun nuk kalzon se në momentin që ti e deshifron, faktisht e konspiracion edhe vetën, e pastaj edhe kejt kolegët të tjerë. Edhe kështu faktikisht ka zgjatë kjo deri në marsin në falni. Ka zgjatë deri në marsin e bombardimeve, kur e përmendi edhe doktori, kur realisht ne fillum telefonojmë, se me zonjën Fetije kem punuar që nga 98-a në organizatën amerikane, unë këtë e përmena nga perspektiva e mjekut të pa involvuar në organizatat humanitare, por ato kanë qenë të jashtëzakonshme ato ndihma. Ne shumë herë kem mbush paketa, pa e pyet kërkën, edhe i kem marrë, i kem dërguar te ushtarët tonë, edhe kuptohet se ajo ka qenë një vepër penale edhe prej organizatës që ka punësu, po qëllimi se kur e shefti atje një infermier ose një mjek që është në teren edhe nuk ka me çka të punoj. Atëherë ti ndije shumë keq. Edhe tash nuk po du me përmend emra me që sigurisht do të mbesin shumë prej atyre që kanë qenë pjesë e jona edhe i kem lanë,
Po, me që e përmeni doktor Ganiun, në Shal, kur shkum për me bo këtë ndim, ne e pam një, si quhet kjo shteperi madh, me ndima humanitare që e kishte dërgu pikrish doktor Gani Demolli. Dhe na atje kem taku bashkë me Zoën Petije, doktor Ganiun, i cili fillimisht edhe ju çudit, apo ju duhet me konë në punë atje, se Nën Tereza funksionon të edhe në teren. Po në pjesë tjera të Kosovës, konkretisht Prishtinë dhe Nobilic kam shërby si mjek, po realisht nevoja atje ishte shumë me e madhe se këtu mund gjindeshin, me që edhe në sistemin shëndetësor u përmend disar kanë pas met disa mjek dhe infermier që kanë met shumë mirë që kanë met, se ata i jepshin ndihmë popullatës që ishte këtu në qytet. Ndërsa pjesa tjetër, e cila ishte e larguar prej pune, mënyrë vullnetare dhe sigurisht gjithë e dinë që për krejt të vite kanë shërbyer pas një kompenzim. E vetmi qëllim ka qenë që me ndihmu popullatës, ata cilët realisht ishin edhe pa pagë, po edhe pa mbrojtje shtetërore.